Influencerja e njohur nga Kosova Eliona Binaka i ftuar në një emision ka ndarë detaje nga jeta e saj personale dhe marrëdhënia me një tjetër figurë të njohur në rrjetet sociale, Klodian Mihaj. Ish-banorja e shtëpisë më të famshme në Kosovë, Eliona, pranoi zyrtarisht lidhjen e saj me Klodin, ndërsa nuk nguroi të ngacmonte Brikenën për marrëdhënien e saj me Mateon. Gjatë intervistës, Brikena i thotë se sheh që ka në dorë një unaz dhe pyet a është ajo një promise ring. Kjo në dorë është një promise ring, po e jotja ku është Briki? Përgjigjet Eliona. Unë kam parë edhe një puthje mes teje dhe Klodit, a është e vërtet që jeni në një lidhje? Ja kthen Brikena. Ndërkohë Eliona i përgjigjet si me të qeshur se ku e ka parë atë puthje. Më pas shton se ajo dhe Klodi janë në një lidhje, por do që t'i ketë gjërat e saj private. Jam shumë krenare për lidhjen, por gjërat më të bukura nuk bën t'i flasësh gjithmonë. Diçka që më pëlqen shumë te Klodi është që më mbështet shumë. Jam falënderuese se është e rrallë të gjesh meshkuj të tillë. Një gjë që nuk më pëlqen është që bën drama. Unë mendoj se Klodi është më shumë xhelos se unë, por të dy jemi xhelos të bukur dhe të ëmbël, e mbylli ajo.